Sot po flas për disa mënyra se si më kuptu fundin e koheve. Preterizmi pjesëror, futurizmi, historicizmi edhe idealizmi. Unë personalisht jam diku në mes, që quhet pamja idealiste eklektike. Preteristit pjesëror thonë që shumica e profecive të Mateo 24 u përmbushën me shkatërimin e Jeruzalemit në vitin 70 pas Krishtit. Dhe mendoj që ka një pikë të fortë, sepse Jezusi vetë tha, kjo brez nuk do të kaloj pa ndodhur të gjitha këto gjëra. Futuristit mendojnë që shumica e këtyre ngjarjeve janë ende përpara, me një periudhë të madhe vojtjesh, ngritjen e antikrishtit e pastaj ardhjen e dytë të Krishtit. Historicistët përndryshe e shohin krejt historinë e kishës krishterë si një zbatim gradual e këtyre profecive që po përmbushen hap pas hapi gjatë shekujve. Por problemi është se profecitë e Jezusit nuk mund të kufizohen veç në të kaluarin ose në të ardhmen. Fjala greke, për shembull, që është përkthy brez në këtë varg, është në fakt genea, që mundet me nënkuptu një lloj njerëzish. Pra, mesazhi i Jezusit në Mateo 24 ka qenë aktual për çdo brez të ndjekësve të tij, jo vetëm për dishepujt e asaj kohe. Pse? Lexo me kujdes fjalët e tij. Ai tha që të gjitha këto gjëra do të ndodhin, jo veç disa. Lufta mes së mirës e së keqes, mes djallit dhe mbretërisë së Zotit vazhdon edhe sot dhe do të vazhdoj deri në gjykimin e madh. Viti 70 pas Krishtit ishte një kohë e tmerrshme për hebrejt, padyshim. Por ishte gjithashtu një paralajmërim për ne që tregon se fundi i madh do të vijë. Pra, Mateo 24 nuk është veç histori, është një thirrje për çdo të krishterë që jeton mes presionit e përsekutimit. Kështu që në vend që të pyesim kur është fundi, ndoshta pyetja e duhur është: a jemi gati me dalë përpara fronit të Zotit kur ato ditë vijnë? Zoti ju bekoft.